Koncertet e Gjestit nuk kanë të përfunduar. Menjëherë pas daljes në shtëpi më e famshme si fituesi 100.000 eurove, me sa duket, rrjedha e jetës së Gjestit ka marrë një tjetër kuptim. Së fundmi, në koncertin e tij madhështor, Gjesti ka dhuruar një spektakël të paharrueshëm për një audiencë mjaft të madhe. Gjatë një momenti special të koncertit, një fance i dhuroi Gjestit një bluzë ku shfaqej një fotografi e tij së bashku me Egli Takon. Më pas publiku filloi të therras me entuziazëm që ai ta puthte Eglin, por Gjesti u përgjigj. Kjo duhet më bë me ndjenja, jo veç ashtu. Por megjithatë, pas këtyre fjalëve, ai e puthi Eglin duke ndezur menjëherë dyshimet dhe kuriozitetin e të gjithëve që ishin aty dhe jo vetëm. Kjo puthje jo vetëm që emocionoi publikun, por ngriti dhe pyetjen e madhe. A është kjo një shenjë e qartë që romanca mes Gjestit dhe Eglit po vazhdon ende, që nga përfundimi i shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Gjesti dhe Egli nuk kanë dalë asnjëherë publikisht me njëri tjetrin, por kanë dhënë deklarata të ndryshme për të orientuar publikun dhe fansat e tyre, që janë ndarë në dysh, ku disa besojnë se ata vazhdojnë të jenë bashkë dhe disa të tjerë mendojnë se Gjesti dhe Egli kanë ndarë rrugët me njëri tjetrin. Ju si mendoni? Lini komentin tuaj poshtë videos. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.